Ka pa madh vëllain tim duke bërë seks me të fejuarin tim. Dhe stina e dasmave kishte mbërritur në familjen time dhe gjithë shqetësimet dhe entuziazmin e zakonshëm. Unë e Lona isha në mes të përgatitjeve për martesën time me Dritanin, një djalë i mirë, i qetë, me sytë e kaltër që premtonin stabilitet dhe një javë të paparashikueshme. Ishte ajo që doja, apo kështu i thosha vetes çdo ditë. Vëllai im, Claudio, kishte ardhur për një javë nga qyteti, ku punonte si fotograf. Claudio ishte ylli i errët i familjes, artist i paparashikueshëm, me një energji që e mbushte çdo dhomë dhe një buzëqeshje të shkatëruar që i kthente gratë në pluhur. Kishin pasur një lidhje të ngushtë fëmijërie, por vitet dhe rrugët tona të ndryshme kishin bërë atë lidhje të errësuar, pothuajse të sikletshme. Tani, me rastin e dasmës sime, ai ishte kthyer për të ndihmuar dhe, siç tha ai, për të kapur momentet e vërteta. Atë pasdite Dritani dhe unë ishim në sallën e ndenjes duke përpjekur të vendosim për muzikën e vallëzimit të parë. Claudio ishte në këmbë, me aparatin e tij fotografik në dorë. Mos u bëni kaq të ngurtë, tha Claudio, duke u ulur në karrige përballë nesh. Ju dukeni si dy të huaj që po përpiqen të bisedojnë në një stacion autobusi. Dritani qeshi nervozisht. Është vetëm se kjo muzikë është kaq e rëndësishme. Ajo që është e rëndësishme është ndjesia, e ndërpreu Claudio, jo melodia. Vështroi drejt meje. Elona, çfarë të bën të ndjesh e dashur? Vërtet e dashur. Pyetja më goditi. Shikova Dritanin i cili duke i hutuar. Unë nuk e di. I qetë, i sigurt. Claudio bëri një zhurmë me gojën që tregonte mosmarrveshje. Siguria është e mërzitshme. Dashuria duhet të vër flakët, të bëjë të harrosh se çfarë është i sigurt. U ngrit, për shembull, dhe pastaj pa paralajmërim, ai u ul në karrigen time, duke i vënë duart në shpatullët e mia dhe më puthi. Ishte një puthje, jo e një vëllai, ishte e thellë, e përqendruar, plot me një pasion të mpret që më ndali frymën. Dëgjova Dritanin të përshpëriste diçka, por unë nuk mund të tërhiqesha. Dora e Claudios kishte zënë qafën time duke më mbajtur aty, ndërsa gjua e tij gërmonte në gojën time me një urri dhe pretendim. E ndjeja erën e tij, një përzierje duhanit, kafeje dhe diçka tjetër të pazakonshme dhe të rrejse. Kur u largua, Drita në dhomë dukej më e ndritshme. Kjo, tha ai me zë më të qetë, është ndjesia. Dritani ishte në këmbë, bizbet. Claudio, çfarë je duke bërë? Po ju tregoj se çfarë ju mungon, u përgjigj Claudio, duke mos u larguar vështrimin nga unë, sepse nëse ajo mund të mputh mua, vëllain e saj me kaq pasion, atëherë diçka nuk është në rregull me dashurinë tuaj të qetë dhe të sigurt. Nuk dija se çfarë të thoja. Trupi im dridhe nga ndjenja e asaj puthje. Ishte gabuar, ishte e ndaluar dhe ishte më gjalla se sa çdo gjë që kisha ndjer me Dritanin. Më fal, përshpërita, duke kthyer kokën. Jo, tha Claudio, ti nuk je për të kërkuar falje, ti je për të zbuluar. U kthye drejt Dritanit, dhe ti, nëse do të martosh, duhet ta njohësh veten, të gjitha pjesët e saj. Atëherë ndodhi diçka e çuditshme. Në vend që të hidhej në Claudio ose të largohej, Dritani ul përsëri. Pamja e tij nuk ishte më e hutuar, ishte e mprehtë, e përqendruar. Ti ke të drejtë, tha zëri i tij i qetë, duke ftuar një cilësi të re. Unë kurrë nuk e kam vënë në provë, kurrë nuk e kam shtyrë përtej kufive. Për shkak se ti i ke thri kufit, tha Claudio, por unë jo, ai shtriu dorën drejt meje. Elona, a do të vazhdosh ta fshesh atë zjarr brenda teje, apo do të na e tregosh? Duke parë nga njëri tjetri, të fejuarin tim i qetë dhe vëllain tim të zjarrt, ndjeva një zgjedhje të madhe para meje. Mund të mbroja sigurinë time, normalitetin tim, ose mund të zbuloj diçka tjetër, diçka të rrezikshme dhe të ndaluar. Pa fjalë, unë mora dorën e Claudios. Ai më çoi deri në qendër të dhomës. Tani, tha, duke i drejtuar Dritanit, ti rri dhe shiko. Shiko se çfarë mund të jetë gruaja jote kur nuk është e ndërtuar nga pritshmëritë tua. Dhe pastaj Claudio filloi të më zbulonte, jo me nxitim, por me kujdes të egër, të ashpër. Gishtat e tij gjetën zinxhirët e bluzës sime dhe i çelën. Ajri i ftohtë i dhomës preku lëkurën time dhe unë dridhesha. Por kur dora e tij e madhe e ashpër dhe aparati fotografik preku barkun tim, dridhja u shndërrua në një val nxehtësie. Shiko, përshpëriti Claudio, duke i drejtuar fjalën Dritanit, ndërsa gjua e tij gjeti veshin tim dhe e filloi të punonte aty. Shiko se si reagon. Kjo nuk është një reakcion i heshtur, ky është zjarr. Duke parë përmbi shpatullën e Claudios, pash Dritanin. Ai nuk po shikonte larg,
ishte i përqendruar, i mbërthyer, pamja e tij ishte e ndryshme, e errët, intensive, dhe kur sytë tanë u takuan, ndjeva një shkëndijë të re. Claudio e ndjeu tensionin ndërmjet nesh, buzëqeshi kundër qafës time, mirë përshpëriti. Tani të dy jeni të përfshirë. Dhe pastaj ai më shtyu butësisht drejt Dritanit. Ta vazhdosh ti, tha. Ti tregosh atij se çfarë mësove. Dritani u ngrit. Pamja e tij e zakonshme e qetë kishte zbehur, duke zbuluar një intensitet që nuk e kisha parë kurrë. Ai më mori në krahët e tij dhe putja e tij nuk ishte më e qetë, ishte kërkim, pretendim, pushtim. Dhe ndërsa ai më puthte, Claudio qëndronte pas nesh, duart e tij duke rrëshqitur nëpër trupin tim dhe duke shtyrë Dritanin për të qenë më i ashpër, më i thellë. Ishte një vallëzim i çuditshëm dhe i ndaluar. Në sallën e ndenjes së prindërve të mi, me fotot e familjes duke na vështruar, unë u gjenda në mes të dy burrave, njërit që doja të martohesha dhe tjetrit që kisha dashur gjithmonë në mënyrën më të ndaluar. Dhe nuk mund të thosha se ku përfundonte dashuria e njërit dhe fillonte dëshira e tjetrit. Kur më në fund u gjetëm të tre në dysheme, të ndërlidhur në një ndërthurje të këmbëve dhe duarve, Claudio ngriti aparatin e tij fotografik. Jo, përshpërita, duke e mbuluar. Po, tha ai duke klikuar. Kjo është fotografia e vërtet, e dasmës suaj, jo ajo e organizuar. Kjo, zjarri, rreziku, e vërteta. Dritani mori dorën time. Ai ka të drejtë, tha, dhe zëri i tij dridhej. Kjo është e vërteta, dhe unë dua të martohem me të gjithë ty, Elona, dhe me këtë zjarr. Atë natë kur Claudio u largua për të fjetur në dhomën e tij të ftuar dhe Dritani më la në pragun e dhomës sime, ndjeva një tmerr dhe një ekstaz që nuk mund të ndaheshim. Çfarë bëm, përshpërita? Disa e quajnë mëkat, tha Dritani, duke prekur buzën time të ndjeshme. Unë do ta quaj zbulim, dhe kur të jesh gruaja ime do të kujtojmë gjithmonë se dashuria jonë nuk është një mur i lëmuar, është një mur i gjallë, me çarje dhe shkëmbinj, dhe ndonjëherë me flak. Kur u mbylla dera pas tij, pash fotografinë që Claudio kishte lënë mbi komodin. Isha në mes të tyre, flokët në vërdall, syt e mbyllur, buzët e hapura në një përshpërim që mund të ishte dhembje ose kënaqësi. Dritani dhe Claudio, me fytyrat e tyre të ndryshme të dy, duke më parë me intensitet që më bëri të dridhesha. E dija se martesa ime nuk do të ishte kur normale, po tani e dija gjithashtu se nuk do të ishte kur e mërzitshme, sepse tani, brenda murit të sigurt të dashurisë sime, kishte një zjarr të vërtet, të ndezur nga vëllai im dhe i pranuar nga i fejuari im. Dhe ndonjëherë, për të njohur veten vërtet, duhet të shkosh përtej të gjitha kufive, edhe atyre më të shenjtë.